Mbetjet plastike dhe ndotja mjedisore po bllokojnë kanalin përcjellës të ujit për vaditje në tokat bujqësore pranë qytetit të Lushnjës. Ky kanal, një vepër arti inxhinierike, përcjell ujë nga rezervuari i Thanës përmes fshatrave dhe vetë qytetit të Lushnjës, duke patur një rëndësi të madhe për bujqësinë e zonës. Një nga pikat më problematike mbetet zona pranë kryqëzimit të ish fabrikës së qumshtit, ku ndodhet nënkalimi i tubacioneve që transportojnë ujin. Drejtori i Bordit të Kollimit dhe Vaditjes në Qarkun Vjerë, si dhe banorët e lagjes përreth konsiderojnë këtë një shqetësim të madh. Sipas tyre është pothuajse e pamundur të qëndrosh aty për shkak të grumbullimit të mbetjeve, veçanërisht plastikave dhe bidonëve, të cilët krijojnë një kavalet mbi sipërfaqen e ujit dhe lëshojnë erë të rëndë. Ky nënkalim është pjesëkyçe e sistemit të shpërndarjes së ujit për më shumë se 35 vite, por shpeshherë mbetet i bllokuar dhe kërkon ndërhyrje të shpeshtë nga mjetet pastruese. Ndërtimet e shumta të pas viteve 90 për gjatë gjatësisë së kanalit nga hyrja deri në daljen e qytetit e kanë vështirësuar më tej mirëmbajtjen dhe funksionimin e tij. Disa prej ndërtimeve janë kryer mbi vetë strukturën e kanalit, gjë që përbën shkelje ligjore dhe rrezikon funksionimin e kësaj vepre të rëndësishme publike. Kjo zonë është thelbësore për vaditjen e fushave të tërbufit dhe zonës së Myzeqes, ku fermerët varen nga furnizimi i rregullt me ujë. Megjithatë, ndotja dhe bllokimi i kanalit po rrezikojnë të gjithë sistemin e vaditjes. Banorët shpesh fajsojnë institucionet, përfshirë dhe Drejtorinë e Ujrave dhe Bordit të Kollimit Fier, për neglizhencë dhe mungesë ndërhyrjeje efektive. Ata theksojnë se ndërtimet e palishme mbi këtë vepër arti kanë më shumë se 30 vite që vazhdojnë, duke u bërë shkaktar të degradimit të kanalit. Së fundmi situata është përkeqësuar më tej, pasi disa kanale janë shndërruar edhe në vende për hedhjen e mbetjeve të lëngshme të baxhave dhe shkarkimin e inerteve. Mungesa e zbatimit të ligjit ka bërë që kanalet të shndërrohen në kolektor të mëdhenj mbetjesh, duke rrezikuar seriozisht ambientin dhe të ardhmen e bujqësisë në këtë zonë.